Përplasje e fortë mes vajzave të ekranit. Çfarë ndodhi në prapasken me Engji Nasufin dhe Neada Muçajn? Ajo që shikuesit kanë parë çdo mëngjes në Top Channel, buzëqeshje, batuta të lehta dhe një atmosferë pozitive me stresheve Blendi Salaj, Engji Nasufi dhe Neada Muçajn. Duket se ka qenë vetëm maja e icebergut. Pas kamerave, dinamika e tyre nuk ka qenë as pak e qetë. Në ekran dukej sikur Engji dhe Neada e plotësonin njëra tjetrën, me stilin, energjinë dhe profesionalizmin që i karakterizon prej kohësh. Por burime të shumta në rrjet, të cilat prej ditësh aludojnë për tensione të rëndësishme mes vajzave, tregojnë një panoramë krejt tjetër. Harmonia e tyre pas ka qenë vetëm fasadë, ndërsa marrëdhëniet në prapasken ishin duke u qarë prej kohësh. Sipas zërave që po qarkullojnë gjithnjë më këmbëngulës, mes dy moderatoreve ka pasur jo vetëm debata ashpër verbal, por edhe një situatë që ka degraduar deri në përplasje fizike në korridoret e televizionit. Burime pranë stafit flasin për një moment të papritur, ku debatet e nxehta kanë kaluar kufijtë e profesionalizmit dhe vajzat kanë humbur kontrolli. Thuhet se situata ka qenë aq e tensionuar, sa disa kolegë janë detyruar të ndërhyjnë për t'i qetësuar. Ndërkohë, në transmetimin e fundit të programit, shikuesit më të vëmendshëm kanë vënë re një ftohtësi të dukshme mes Engjit dhe Neadës. Shpesh, vështrimet e tyre nuk përputheshin, ndërsa ndërhyrjet në bisedë ishin të kufizuara. Në disa momente, Blendi Salaj dukej se po mbante programin në ekuilibër, duke u përpjekur të amortizonte atmosferën e tensionuar që ndihej edhe përmes ekranit. Kjo situatë është komentuar gjerësisht edhe në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë shprehur habi, zhgënjim dhe kuriozitet. Për shumë njerëz, Engji dhe Neada kanë qenë gjithmonë modele të qetësisë, profesionalizmit dhe përmbajtjes, dy figura që i kanë dhënë elegancë ekranit të mëngjesit. Ndaj aludimet për përplasje fizike kanë rënë si rufe në qiell të hapur. Megjithatë, deri tani gjithçka mbetet në nivel zërash e thashë themesh. As Engji, as Neada nuk kanë dalë me një deklaratë zyrtare, qoftë për të mohuar zërat, qoftë për t'i sqaruar. Heshtja e tyre ka ngritur edhe më shumë pikë pyetje. Apo përgatiten të thonë diçka? A ka një çështje të brendshme që po menaxhohet nga stafi? Apo thjesht po zgjedhin të mos e ushqejnë zjarrin e mediave, derisa të flasin vetë vajzat dhe të japin versionin e tyre të vërtetë? Heshtja mbetet forma më intrigante e pohimit. Publiku pret shpjegime, ndërsa prapaskena e Top Channel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.